Horoskopi ditor e premte, 1 maj 2026. Dashi. Hëna e plotë e sotme mund të sjellë zbulime emocionale që mund të çojnë në ide dhe sipërmarrje të rëndësishme, të dashur dash. Kjo fazë hënore mund të nxjerrë në pah një çështje që lidhet me borxhet, detyrimet, investimet, ndarjen ose mbështetjen. Nëse keni qenë të varur nga njerëzit ose gjërat në mënyra të pashëndetshme, kjo është koha kur jeni të detyruar ta shihni dhe ta pranoni vërtet atë, duke ju motivuar të bëni ndryshime dhe përmirësime. Çelësi është të kërkoni kompromise që mund të çojnë në një kuptim të ri të vetes ose të një marrëdhënieje. Kjo hënë e plot gjithashtu paraqet një mundësi për të çliruar nga diçka që ju ka rënduar ose ju ka penguar të rriteni. Është një hënë e plot që hap syt ose zgjeron mendjen. Tani është koha për të kënaqur nevojat tuaja për përmbushje shpirtërore dhe emocionale, një lidhje me diçka më të madhe se vetja ose projektet tuaja aktuale, ose me ndjekje më kuptimplote. Me një tranzit Venus-Saturn sot, përmbushja e përgjegjësive tuaja ose bërja e disa punëve shtesë mund të jetë e kënaqshme. Miqt, vëllezërit e motrat, fqinjet ose shokët e klasës mund të vinë në ndihmë për ju, dhe gjendja juaj praktike mendore mund të vihet në përdorim dhe të vlerësohet nga të tjerët. Mund të ketë një diskutim serioz ose të dobishëm që ju ndihmon të ecni përpara. Është koha për të organizuar dhe përgatitur, ose për të qenë të përkushtuar me komunikimet tuaja. Demi. Hëna e plotë e sotme ndodh në shenjën tuaj të kundërt, i dashur Dem, duke ju kujtuar të merrni në konsiderat nëse po e jetoni jetën tuaj në një mënyrë të ekuilibruar. Marrëdhëniet mund të jenë në fokus të fortë dhe të tjerët mund të kërkojnë papritmas më shumë vëmendjen tuaj. Mund të ketë epifani rreth ndjenjave ose nevojave tuaja, të cilat mund të jenë katalizator për ndryshime personale ose për të jetuar jetën tuaj ndryshe. Dikush mund të zbulojë diçka thelbësore për ju që çon në një fokus ose drejtim krejt të ri. Mund të ndiheni pak të shtëruar me ndjenjat e zmadhuara të ditës, por gjithashtu mund të mësoni shumë për veten tuaj. Nevojat tuaja në marrëdhënie po zgjohen dhe zbulimet rreth një marrëdhënieje ose emocioneve tuaja mund të çojnë në ndryshime emocionuese. Kjo është një kohë për të mësuar se çfarë keni nevojë dhe dëshironi nga të tjerët dhe mund të shënojë një pikë kthese. Aspekti i sotëm Venus-Saturn është një faktor forcues që favorizon kujdesin për detyrat dhe përgjegjësitë. Në fakt, mund të kënaqeni me arritjet tuaja. Vendosja e rregullit në punët tuaja financiare mund të ketë një ndikim pozitiv në të gjithë aspektin. Është një kohë për të vlerësuar kënaqësitë dhe rehatitë e thjeshta në vend që të dorëzoheni ndaj ndjenjës se keni nevojë për më shumë për të qenë të lumtur. Ndihesh më mirë nëse ndjek një qasje të moderuar tani. Binjakët. Me hënën e plotë të sotme, të dashur binjak, nëse keni qenë të pakënaqur me punën, shëndetin ose çështjet e shërbimit, tani po e ndjeni këtë frustrim me nxitim. Mund t'ju motivojë të bëni ndryshime në rutinën tuaj që ju ndihmojnë të ndiheni më mirë me veten. Për rezultate më të mira, përpiquni të mos shqetësoheni nëse jeni vlerësuar apo jo, dhe në vend të kësaj përgjigjuni vetes. Mund të keni një epifani në lidhje me punën ose punët e shtëpisë që bëni, ose si ja dilni mban për të përmbushur nevojat tuaja dhe për të kujdesur për veten. Nëse keni kaluar shumë kohë duke u marrë me botën e emocioneve, atëherë kjo mund të jetë një kohë kur bota praktike kërkon vëmendjen tuaj. Mund të ketë një realizim të fortë që shërben si një pikë kthese. Kjo hënë e plot mund të sjellë një vërshim aktiviteti ndërsa përpiqeni të organizoheni më shumë. Tranziti Venus-Saturn i sotëm ju ndihmon të shihni një plan ose misi më qartë. Miqt kanë diçka të rëndësishme për të kontribuar tani. Po rrezatoni magnetizëm tërheqës dhe të qetë. Njerëzit kanë tendencë t'ju vlerësojnë më shumë se zakonisht. Gaforja. Hëna e plotë e sotme ndriçon sektorin tuaj të gëzimit, gafore e dashur, duke ju inkurajuar të kënaqeni me ndjenjat tuaja, të ndani krijimet tuaja dhe të ndiqni lumturinë tuaj. Mund të ketë zbulime të rëndësishme të ndjenjave tuaja për dikë ose një projekt të veçantë. Një misi mund të arrijë një pikë kthese, ose emocionet tuaja janë të mbushura me njerëz. Mund të çlironi ndjenja të ndrydhura ose të arrini në zbulime të rëndësishme emocionale rreth njerëzve në jetën tuaj dhe nevojës suaj për ta. Gjithashtu mund të njihni vendin tuaj në një grup, me miq ose në komunitet. Nevoja për të shprehur më plotësisht gëzimin, dashurinë ose afeksionin dhe kreativitetin tuaj është në fokus tani. Ndërsa ky është një proces i rëndësishëm, është një ide e mirë të merrni pak kohë për të reflektuar mbi atë që ndjeni para se të merrni vendime më të mëdha.
Gjithashtu mund të ndjeni një nevojë të fortë për të kanalizuar energjitë tuaja në diçka kuptim plotë ose produktive. Me Venusin dhe Saturnin që punojnë në harmoni sot, keni një dashuri të shtuar për rendin, organizimin dhe qartësinë. Është një kohë ideale për të kujdesur për biznesin dhe për të lidhur me të tjerët në mënyra praktike. Të marrësh përsipër një përgjegjësi ndaj një personi të rëndësishëm në jetën tënde është e mundur tani, dhe mund të jetë më e rehatshme se zakonisht ose ndoshta mjaft e këndshme ta bësh këtë. Luani. Ndërkohë që këto ditë I keni kushtuar gjithnjë e më shumë vëmendje përgjegjësive tuaja ndaj botës së jashtme, qëllimeve afatgjata ose ambicieve, I dashur Luan, vëmendja tani kthehet te koha juaj personale, bota e brendshme dhe jeta në shtëpi. Hëna e plotë e sotme ndriçon ndjenjat tuaja për shtëpinë, familjen, sigurinë dhe përkatësinë. Mund të sinjalizojë një pikë kthese në lidhje me kushtet tuaja të jetesës ose të nxjisë emocione të forta rreth mënyrës se si dëshironi të jetoni. Kjo hënë ju kujton nevojën për kujdes, rehati, përqendrim dhe kohë pushimi. Një ekuilibër më I mirë midis marrjes së iniciativës dhe lejimit të vetes të rikuperoni dhe të relaksoheni duket jetësor. Një çështje shtëpie, familjeje ose prone mund të tërheqë vëmendjen tuaj të fortë në këtë kohë. Ana juaj idealiste është plotësisht e angazhuar sot, por një aspekt harmonik midis Venusit dhe Saturnit ju ndihmon të shijoni një ritëm më të qëndrueshëm. Një marrëdhënie me një mik mund të stabilizohet në mënyra të këndshme dhe mund të ndjeni se të tjerët po ja dalin mban dhe janë të besueshëm. Ju jo vetëm që keni energjinë e nevojshme, por edhe lartpamësinë dhe durimin për të bërë përparim të rëndësishëm në projektet, punën ose sipërmarrjet tuaja. Vizioni juaj është praktik dhe ajo që ka vlerë afatgjat është më tërheqëse për ju. Virgjëresha. Hëna e plotë e sotme mund t'ju zgjojë si ide ashtu edhe ndjenja që janë thelbësore, virgjëresh e dashur. Ju bëheni të vetëdijshëm për nevojat dhe dëshirat e varrosura më parë, të cilat mund t'ju hapin sytë. Kjo hënë e plot ndodh në sektorin tuaj të komunikimit, ndoshta duke shkaktuar një bisedë që ngjall të gjitha llojet e emocioneve ose një interes të ri të papritur që ju emocionon. Përmes kësaj, ju e kuptoni nevojën për të përmirësuar menaxhimin e punëve tuaja të përditshme. Ju vlerësoni të qëndroni në krye të gjërave, të mbani kontakt me njerëzit dhe të hapni linja komunikimi. Mund të keni një epifani në lidhje me një interes personal, një studim ose një projekt dhe ndjenjat tuaja të vërteta dhe të papërpunuara dalin në pa. Mund t'ju duhet të përmbushni një afat ose të merreni me shqetësimet e përditshme që I keni lënë të rrëshasin. Megjithatë, kjo hënë e plot mund të ketë të bëjë me qëndrimin dhe pikpamjen tuaj. Një mënyrë e re, pozitive dhe fuqizuese për t'ju afruar vetes dhe të tjerëve mund të dalë nga realizimet që ndodhin tani. Lidhja e sot me Venus-Saturn favorizon diskutimin e çështjeve praktike dhe planeve për të ardhmen. Ajo gjithashtu rrit gjykimin tuaj për projekte ose investime të vlefshme. Peshorja. Hëna e plotë e sotme mund t'ju ndihmojë të sqaroni një pozicion financiar ose një çështje biznesi, të dashur peshore. Në vend të kësaj, ajo mund të shkaktojë një realizim të papritur të asaj që ju nevojitet dhe si ta merrni atë. Tani është një kohë e mirë për realizime dhe zbulime që ju vendosin në një rrugë drejt pavarësisë, sigurisë dhe pjekurisë së shtuar. Me ngjarjet e kësaj jave, ju doni të jeni në krye të gjërave në vend që të ndiheni në mëshirën e dikujt. Është një kohë për të qenë të guximshëm në kujdesin për veten dhe nevojat tuaja. Kjo hënë e plot ka të bëjë me njohjen e ndjenjave tuaja dhe bërjen e diçkaje konstruktive me to ndërsa përparoni, synoni të drejtoni energjinë tuaj drejt fushave të jetës suaj që kërkojnë ndryshime dhe përditësime. Tranziti Venus-Saturn I sotëm është mbështetës dhe stabilizues. Ndërsa mund të ketë disa rezerva në marrëdhëniet dhe lidhjet tuaja, mund të ketë një ndjenjë të shkëlqyer qëndrueshmërie. Vëmendja ndaj forcimit të projekteve dhe marrëdhënieve mund të ketë përfitime afatgjata. Është një kohë e mirë për t'ju përkushtuar një projekti ose aktiviteti që kërkon vëmendjen tuaj të fortë. Akrepi. Hëna e kalon ditën në shenjën tuaj dhe bëhet e plot, I dashur akrep. Hëna e plot në akrep është një kohë për qasje të freskëta dhe të reja, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja, por edhe me kujdesin për veten dhe nevojat tuaja për kujdes. Nëse keni qenë të pakënaqur me ndonjë element të jetës suaj, tani është koha kur ndjeni motivimin për ta bërë atë më të mirë. Një hënë e plot tregon një lloj çlirimi dhe është e rëndësishme të lësh diçka jashtë, të zbulosh, të emocionosh dhe të shprehësh ato gjëra që I ke mbajtur për vete dhe tani duhet t'i çlirosh në mënyrë që të rritesh, të lulëzosh dhe të përmirësohesh.
Mund të ketë një zbulim në lidhje me një marrëdhënie ose ndjenjat tuaja për dikë. Është një kohë për të zgjuar ndaj emocioneve që mund t'i kesh injoruar ose lënë mënjan në javët e mëparshme dhe është emocionuese. Ndjenjat tuaja janë në lulëzim të plotë dhe java e ardhshme është e shkëlqyer për t'i zgjidhur ato. Për momentin, shijoni momentin dhe dritaren unike në funksionimin, nevojat dhe ndjenjat tuaja të brendshme. Tranziti Venus-Saturni sotëm është i fortë për vlerësimin realist të çështjeve që lidhen me shëndetin, punën ose çështjet tuaja financiare. Mund ta shihni më qartë se çfarë duhet të përmirësohet ose ndryshohet dhe bërja e rregullimeve vjen me pak, nëse ka keqardhje. Një çështje pune ose shëndetësore mund të fitojë vëmendje ose qartësi. Po i arsyetoni gjërat dhe po i kushtoni vëmendje detajeve tani. Detajet ju shërbejnë mirë sot, ndërsa mbani mend gjëra të rëndësishme ose plotësoni disa boshllëqe. Je në formë të shkëlqyer për të bërë plane dhe lista, për të redaktuar, përpunuar dhe diskutuar gjëra. Në marrëdhëniet tuaja, shfaqja e dashurisë përmes besnikërisë dhe besueshmërisë është e mbështetur mirë. Shigjetari. Me hënën e plotë që ndodh në shenjën menjëherë pas shenjës suaj sot, i dashur shigjetar, kjo është një kohë kur radari juaj psikik po punon jashtë orarit. Mund të keni një epifani rreth ndjenjave tuaja të vërteta për një çështje ose rreth instinkteve tuaja në lidhje me një person ose projekt. Një sekret mund të dalë në dritë ose mund të njihni një ndjenjë që e keni mbajtur larg, duke e bërë zbulimin personal. Nëse keni kaluar shumë kohë duke u kujdesur për nevojat tuaja fizike dhe botën materiale, kjo është një kohë bindëse për çlirim ose arratisje emocionale dhe psikike, në mënyrë që të mund të rikuperoni, të pushoni dhe të rigjeneroheni. Është koha për të rikthyer një ekuilibër më të mirë në jetën tuaj në lidhje me vëmendjen ndaj shëndetit fizik dhe emocional. Mund të jetë e rëndësishme të merrni një orar të lehtë tani nëse kjo është e mundur. Megjithatë, jeni në formë të shkëlqyer për të përmbushur përgjegjësitë dhe detyrimet tuaja, veçanërisht ndaj të tjerëve, gjë që ju vjen natyrshëm dhe lehtë sot, dhe po e bëni këtë me stil dhe hir. Mund të motivoheni të bëni mirë nga dikush ose të ofroni ndihmë ose mbështetje pasi Venusi dhe Saturni formojnë një aspekt harmonik. Ekziston një tendencë e fortë për të treguar vlerësimin ose dashurinë tuaj përmes gjesteve praktike, veprimet peshojnë më shumë se fjalët. Tani mund të shijoni bërjen e planeve dhe projekteve. Bricjapi. Hëna e plotë e sotme amplifikon emocionet tuaja në lidhje me miqësinë, komunitetin dhe jetën tuaj shoqërore, i dashur bricjap. Nëse keni marrë shumë kohë personale, tani mund të keni nevojë të tërhiqeni nga projektet tuaja dhe të lidheni. Mund të shihni mundësi për të ndarë ngarkesën tuaj ose për të bashkëpunuar. Është më mirë të vëzhgoni, të përthithni dhe të shmangni reagimin derisa të keni përpunuar informacione dhe ndjenja të reja. Mund të jeni të kërkuar, ose mund të përjetoni një zbulesë personale ose një zbulim të habitshëm në jetën tuaj shoqërore. Është koha t'i kujtoni vetes se nuk jeni vetëm. Synoni të shfrytëzoni fuqinë e çdo zbulese që ndodh tani për të vendosur qëllime dhe për të bërë plane. Aspekti harmonik i sotëm midis Venusit dhe Saturnit është i dobishëm dhe, për fat të mirë, mban më shumë fuqi pasi ndodh kaq afër kësaj hëne të plotë. Ai mbështet përmirësime praktike rreth shtëpisë, në dinamikën familjare, në punën tuaj ose me shëndetin tuaj, veçanërisht. Mund të mësoni një aftësi të re ose të bëni përparim në një projekt shtëpie ose pune. E shihni vlerën e traditave dhe rutinave më shumë se zakonisht. Siguria tani dhe në të ardhmen është diçka në të cilën po investoni gjithnjë e më shumë, dhe sot po shijoni veçanërisht aktivitetet që ju ndihmojnë të siguroni të ardhmen tuaj. Ujori. Frymëzimi vjen nga informacioni që vjen në botën tuaj sot, i dashur ujor. Hëna e plotë e sotme ndodh në shtëpinë tuaj të 10 diellore dhe po formohet një vizion më i qartë se ku dëshironi të shkoni në të ardhmen. Ajo që mësoni tani, qoftë informacion i ri apo zbulimi i ndjenjave tuaja të vërteta për një çështje, ju ndihmon të bëni zgjedhje dhe plane më të mira. Megjithatë, është më mirë ta merrni të gjithën për disa ditë. Mund t'ju duhet të merrni iniciativën ose të merreni me një përgjegjësi ose projekt që kërkon fokus. Të tjerët mund t'ju njohin për talentin, besueshmërinë ose përvojën tuaj. Mund të ketë një mundësi pune, një çmim ose një moment hapi tjetër që sqaron drejtimin tuaj të përgjithshëm të jetës. Nëse rrjedha krijuese ka qenë paksa e paqëndrueshme kohët e fundit, mund të merrni injeksionin që ju nevojitet tani për të rifituar entuziazmin.
Për fat të mirë, një aspekt harmonik midis Venusit dhe Saturnit sot është i kujdesshëm, por mbështetës, duke sjellë një farë qëndrueshmërie në botën tuaj që është më e mirë pritur tani. Mund të jeni duke u marrë me detaje praktike që ndihmojnë në përmirësimin ose sigurimin e marrëdhënieve dhe projekteve. Mund të ndiheni veçanërisht të vlerësuar dhe kjo ju ndihmon të motivoheni më tej. Mund të ketë më shumë për të bërë se zakonisht, por një kënaqësi e veçantë për të përmbushur përgjegjësitë tuaja dhe një ndjenjë se jeni në rrugën e duhur. Mund të fitoni një avantazh në një çështje financiare ose biznesi. Peshqit. Mund të ketë diçka të publikuar, të shprehur ose të promovuar që ju ndihmon të bëni një hap përpara tani, të dashur peshq. Hëna e plotë e sotme ndriçon sektorin tuaj të shpirtit, aventurës dhe shprehjes dhe mund të ketë zbulime dhe realizime të papritura që lidhen me të mësuarit, ndarjen dhe besimet ose idetë. Nëse kohët e fundit keni qenë të përqendruar në rutina, dëshira për t'i shpëtuar jetës suaj të përditshme është këmbëngulëse tani. Nuk doni më të injoroni nevojat tuaja për të mësuar ose përvojë më të gjerë. Po arrini në një pikë kthese ose një zbulesë në lidhje me komunikimet, njohuritë, qëndrimin ose pikpamjen. Perspektiva ose lajmet e dikujt mund të nxisin një mënyrë të re të menduarit dhe një dëshirë të fortë për të jetuar jetën tuaj ndryshe, me një qëndrim të ri. Me tranzitin e sotëm Venus-Saturn, mund të shihoni t'i përkushtoheni diçkaje të veçantë, qoftë një projekt, plan apo marrëdhënie. Mund të gjeni më të lehtë se zakonisht të shihoni detyrat ose detyrat kur përqendroheni në përfitimet e tyre afatgjata. Dita favorizon një qasje të moderuar dhe kjo vlen për çështjet praktike, si dhe për marrëdhëniet dhe çështjet emocionale. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.